Kjo është e para vjersh që Naimi ka botuar në shqip dhe ka formë në një monologu, duket kjo që në titull fjalët apo monologu i Qiririt. Në bazë ka simbolikën që autori jep figurës të Qiririt dhe është një nga poezitë më të njohura të tij. Sa po themi fjalët e Qiririt, menjëherë në mendjen na shkon Naimi, se kemi të lidhur automatikisht Qiriri, poeti, Naimi. E pra është e tepër të themi që Qiriri simbolizon poetin në këtë poezi, poetin dhe misionin e tij i cili duket ose shpallet që në vargjet e para. Në mes tuaj kam qëndruar, e jam duke përvëluar, që t'u hap pak zë dritë, natën në t'u bëjnë ditë. Misioni poetit sipas Naim Frashit është ndriçimi i mendjeve njerëzore, t'ju jap pak dritë që natën në të cilën jetojnë t'u bëj ditë. Një mision që mund të përmbushet vetëm me sakrifikimin e tij të poetit, pra e jam duke përvëluar, madje me sakrifikimin e vetëdijshëm të tij në mes tuaj kam qëndruar. Pra poeti qëndron në mes të njerëzve me vetëdije të plotë që do të duhet të sakrifikohet, të digjet si Qiriri, të përvëlohet, që drita e tij të mund të ndriçojë mendjet njerëzore. Mision sublim i madhërisëm, por po aq edhe i vështirë. Prandaj thot duke zvogluar tua pak zë dritë. Nuk është modest jo. E di mirë që ai vetëm nuk do t'ja dalë nëse nuk janë një tuf me poet, shkrimtar, ideolog, filozof, që secilin ka pakës t'i jap dritën e tij.